Edison Gjejo. Jemi prindrit e Raldo Gjejos. Kur ishte bërë gjyqi në fillim fare, një nga autor do më që kishte që ka zënë policia, ka qenë Florian Qela, i cili ka qenë me autorin në makinë, ka qenë të dy, dhe nuk e parandalovi ngjarjen, që ishte i pari kryesori, ka qenë ky. Dhe kur ishte bërë gjyqi, gjykata e kishte lënë të lirë me arrest shtëpie. Nuk kemi dashur që të dilnim të jepnim intervista, se sa herë flasim, nuk durojmë dot. Edhe kur para pak ditësh, marri vesh që kishte dalë edhe Xhaxhai, edhe Jati. I kanë nxjerr apeli, kishin bërë një kërkesë, nuk e di. I kanë nxjerr edhe ata të dy. Tani ne kërkojmë drejtësi, të më nxjerr dje, kishim besim në drejtësia, edhe nuk e di se çfarë do mund të bëhet. Nuk e di. Nuk ka dalë vendimi akoma. Thjesht një gjykatëse nga Tirana, ja rova emrin tani, thjesht dhe më një kanë nxjerr. Avokati në tha që për 5 ditë ta del vendimi, mund të kanë kaluar 10 ditë. Mund të kanë kaluar e vendimi akoma. As ne nuk e dim përse i ka liruar. Kur prokuroria të kërkovi në fillim fare burg për të tre këta, kur tani i marrim vesh para disa ditësh që i kishte liruar, ishin liruar. Kishin bërë një kërkesë në gjykata e apelit në Tiranë. Do mundojmë në si mund të ndjekim, vetëm me ligj, me drejtësi. Në qoftë se ka drejtësi. I bëni apel institucioneve? Po. Bëjmë apel institucioneve, neve sa të kemi jetë, do ta me këtë çështje të merrem, se ne nuk ne kemi besim në drejtësia, po edhe shumë nuk kemi. Duan që të merren institucionet të ligjit, se po ndodhin shumë gjëra. Shumë edhe si rasti i djalit ton po ndodhin shumë. Ndodhi edhe në Durrës, ka ndodhur edhe të tjera. Edhe nuk di çfarë të them. Si ndodhi rasti. Djali kishte dalë me shokët, vajti për të qethur në pirk, në një fshat se shumë e kishin hedhur jo në Maliq, jo në aty. Në pirk dhe rrugës, ishin ndeshur me autorin. Në makinët, nuk e di, kishin shkëllyera, nuk e di si ashtu. Me sa që më thanë shokët e djalit, e aty ishin përleshur. Ishte një sheri paralajmëruar? Nuk besoj. Nuk besoj sheri paralajmëruar. Nuk kishin çandanin, fëmijë. Nuk kishin çandanin. Kanë kërkuar komunikim? Jo. Asnjëri nuk ka ardhur. As janë munduar. Edhe sikur të kenë dashur çfarë do kërkojnë. Çfarë mund të kërkojnë, nuk e di. Çfarë mund të kërkojnë. Si është gjendja e familjes suaj sot? Si është? Jemi të shkatëruar. Jemi shumë të shkatëruar. E të vetë me mushullim që kishim në drejtësia, edhe këta, nësa që po shikojmë, si që po ndodhin gjërat. Nuk di më se po të kemi besim, edhe se qarë mund të bëhet. Minjati me Xhaxhain që fshevën armën e krimit, e kishin larë me sa di unë, kishin marrë thikën, e kishin larë. Unë nuk e di
si I lirojnë këta njerëz të tillë. Nuk që janë këta gjykatës, që janë këta... Nuk e di. Ne duam vetëm drejtësi, që mos I ndodhi asnjëriu kjo që na ndodhi neve. Rasti ka tronditur të gjithë banorët e zonës, shokët, familjarët tuaj. Apo jo? Po. E më shumë I ka tronditur edhe kjo tashin që u liruan këta të dy. Domethënë nuk e beson asnjëri, thotë si ka mundësi. Gjithë shpërjeti ton shoqëror, thonë si ka mundësi. Guarda, non c'è qualche televizione, me lo sa. Mos ki frikë se nuk e kaloj. Në momentin policia po heton bashkë me prokurorinë dhe oficierët e policisë kryesore, kanë mbledhur provat në ngjarje dhe po hetojnë motivin destinacionit. Në fakt policia deri në këto momente, pak minuta pasi është raportuar çojeni ata. Se s'kam stativi se e kanë rënduar bashkë me ngjarje.
Duhet të paditët ikim atë.